një operacion pa thik, kështu e kanë quajtur shumë mjekagjeриmin. Në Ramazan kur besimtari ndalon ushqimin dhe pijen nga agimi në perëndim, ai mendon se po sakrifikon, por në fakt trupi i tij po aktivizon mekanizma të jashtëzakonshëm. Kur ti ndalon ushqimin për disa orë, trupi ndalon punën e përditshme të tretjes dhe fillon pastrimin e brendshëm. Djeg rezervat e tepërta, stabilizon sheqerin në gjak, ul inflamacionin dhe aktivizon procesin e vetriparimit që shkenca e quan autofagi, një lloj riciklimi qelizor. Prandaj shumë mjekë e krahasojnë me një operacion pa thik. Është një proces që shkenca moderne ka studiuar thellë vitet e fundit. Ndërkohë feja e përmend agjërimin si mburoj. Profeti Muhammed ka thënë, agjërimi është mburoj, por mburoj nga çfarë? Nga epshi, nga zemrimi dhe nga egoja. Pra shkenca flet për pastrim qelizor, Islami flet për pastrim shpirtëror. Trupi hyn në disiplinë biologjike, ndërsa shpirti hyn në disiplinë morale. Agjërimi ul stresin oksidativ në trup dhe ul arrogancën në zemër. Kjo është bukuria. Ajo që Zoti e bëri obligim për shpirtin, rezulton të jetë shërim edhe për trupin. Agjërimi nuk është vetëm urdhër hyjnor, është harmoni mes shkencës dhe shpalljes.